Kujt version të historisë si besoni? Brikenës apo Mateos? Tensionet mes Brikenës dhe Mateos kanë marrë vëmendje të madhe në rrjet pas deklaratave të fundit që të dy kanë bërë publikisht, duke sjellë reagime të shumta nga ndjekësit. Brikena ka qenë e prerë në qëndrimin e saj, duke theksuar se mes saj dhe Mateos nuk ka pasur asgjë më shumë se sa një takim, të cilin ajo pretendon se po përdoret për lojë. Ajo shpreh se familja e saj nuk duhet të përfshihet në këtë histori, dhe unë me Mateon jo që s'kam gjë, por s'do kemi gjë. Ai s'ka të drejtë ta përmend familjen time. Ai po shfrytëzon këtë takim në lojë. Puthje s'ka pasur, por ai e përdor. Familjen time nuk e prek askush, ka deklaruar Brikena. Nga ana tjetër, Mateo ka dhënë një version tjetër të historisë, duke pohuar se gjatë takimit që kanë pasur vetëm mes tyre ka pasur puthje, madje më shumë se një. Sipas tij, situata nuk ka qenë e sajuar për lojë dhe gjithçka ka ndodhur natyrshëm. Ai ka shtuar se nuk e ka ndjekur Brikenën vazhdimisht dhe se nuk ka bërë asnjë premtim, duke theksuar se i ka lënë gjërat të rrjedhin me kohën. Nëse do e kisha shfrytzuar këtë për lojë, unë Brikenës do i shkoja nga mbrapa gjithë kohët. Unë për asnjë moment nuk kam bërë nga këto gjeste këtu. Çdo gjë ja kam lënë kohët. Brikena mua nuk më ka bërë asnjë premtim, është shprehur Mateo. Deklaratat e kundërta kanë ndarë publikun në dy kampe, duke nxitur debat të fortë në rrjetet sociale mbi atë se cili version qëndron më pranë së vërtetës. Kujt version të historisë si besoni? Brikenës apo Mateos?